Nëse nesër do kthehesha në Shqipëri, të shfrytëzoja kohën rreth një vit vetëm për të dalë, për të parë ato pjesë të vendit tim që këtu në Kanada ose këtu larg mua më kanë munguar. Çfarë ju mungon konkretisht diçka nga Shqipëria dhe çfarë nuk do doje që ta merrje kurrë me vete kudo që shkon? Në gjykimin tim do i merrja të gjitha. Në një fjali, si do ta përkufizoje diasporën shqiptare? Diaspora shqiptare për mua veçohet se është elitare dhe do ta lija me kaq. Në politik hyn për të ndryshuar apo për të mbijetuar? Zgjedhja për të ndryshuar. Emigrimi nuk është vetëm udhëtimi drejt një vendi të ri, por është një udhëtim i gjatë brenda vetes sonë. Sot do të diskutojmë për sfidat, për fshirjen dhe aspiratat e një shqiptari i cili jo vetëm ka provuar emigrimin, por ka dhënë edhe kontribut në ndryshimin e komunitetit këtu dhe ka aspirata që të jap kontribut edhe në politik. Kam kënaqësinë që të kem të ftuar zotin Leidiago. Faleminderit që jeni këtu me ne, faleminderit që po inauguroni studiot e Alp TV Kanada. Faleminderit për ftesën dhe mirëse u gjeta. Faleminderit juve. Si nisi historia juaj e emigrimit? Cili ishte momenti që ju bëri ta merrnit këtë vendim për të lënë Shqipërinë? Është një pyetje që unë dhe bashkëshortja ime ja bëjmë shpesh vetes. Ne kemi ardhur në Kanada fillimisht në vitin 2014. Ishte një kohë, për të qenë sinqert, që Shqipëria nuk ishte më saktë kaq mirë sa sot, ose të paktën në syrin ton si emigrant, dhe vendosëm që për të ndërtuar të ardhmen e familjes të emigronim dhe duke konsideruar vendet të cilat ne menduam, Kanada ishte ndër më të sigurtat ose më mikpritëset kur vjen puna për çiftet e reja që synojnë të ndërtojnë dhe të ngrejnë të ardhmen e tyre në emigrim. Nëse kthehemi në vitet pas tani, në 2014 që ju emigrua drejt Kanadas, cila ishte ajo sfida më e madhe që u përballët atëherë por që kujtoni edhe sot? Ardhja këtu nuk ishte fort e thjeshtë. Emigrimi është një fillim prej fillimit duke konsideruar anën profesionale, pajisje me dokumentacione të gjitha këto, por unë do të veçoja që e gjykuar sot, për mua vështirësia më e madhe prej fillimit deri më sot ka qenë bariera që një emigrant përballet dhe ka me gjuhën, duke qenë se anglishtja nuk është gjuha jone e parë, pavarësisht se ne mund ta mësojmë me kalimin e viteve, ti ndihesh shumë rehat në komunikim, mirë po në anën profesionale është diçka që të merr kohë dhe nuk kam mjetohesh asnjëherë. Domethënë, dua të dalë edhe te kjo që nuk ka si gjuha e nënës. Kjo është e vërtetë, edhe anglishtja që ne kemi mësuar në Shqipëri të paktën është anglishtja që ne përdorim në fushat të caktuara të profesioneve që kemi, por pastaj kur bim këtu shikojmë që është akoma dhe më e gjerë dhe na duhet goxha punë. Cili është një moment që ju bën që t'i kujtoni vetes gjithmonë që ja ka vlejtur ky rrugtim që keni bërë, pra emigrimi drejt Kanadas? Do të thoja arritjet familjare, personale dhe profesionale. Do më thënë, kur vjen këtu, pavarësisht se është një mungesë e theksuar e vendit, unë erdha në një moshë relativisht të madhe, isha 27 vjeç kur erdha në Kanada dhe formimi ishte në Shqipëri deri në atë moshë. Por kur vjen këtu, ndihesh mirë për faktin se pavarësisht se ti nuk je një prej individëve që janë lindur, janë rritur dhe janë shkolluar në këtë vend, ty t'jepen mundësitë mbi bazë të kontributit, aftësive apo seriozitetit që ti shpreh në sipërmarrjet profesionale ose personale. Këtë do të veçoja. Dhe cilat janë disa nga arritjet profesionale, po them, që mund t'i përmendim për të dhënë edhe një mesazh që shqiptarët jo vetëm emigrojnë, por dhe ja dalin, janë të suksesshëm në çdo vend që zgjedhin të shkojnë? Unë para se të kaloja te eksperjenca personale, do të veçoja se suksesi më i madh që kam vërejtur unë shqiptarëve në Kanada është arsimimi i fëmijëve. Do më thënë, nëse flasim për gjeneratën e dytë të shqiptarëve, këtu janë të gjithë të arsimuar arsimi nivelit lartë, do më thënë kolegje dhe universitete. Kur vjen puna tek jeta ime personale, unë pata një rrugtim që nuk e mendova. Unë kam mbaruar studimet për drejtësi në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, në Maqedoni, ose Maqedoninë e Veriut, siç quhet sot për të qenë politikisht korrekt, dhe synimi im për të ardhmen time profesionale ishte drejtësia, mirë po kur erdha këtu jeta më kanalizoi
ndryshe nga që kisha unë plane dhe unë sot jam një këshilltar financiar ose financial advisor, si që quajmë ne. Dhe rrugtimi im i 6 viteve të fundit ka qenë i mbushur me mundësi, cilat vinë nga ky vend ose si rjedhoj edhe e punës, por të jep mundësi që ti të hecësh dhe në një farë mënyre të marrësh çka jep. Domethënë, kjo ka qenë një ndër arsyet që ne u menduam gjatë dhe na bëri që dhe ta linim vendin tonë, dhe kur e shef që ti arsyet të cilat kanë sjellë këtu të ofrohen ose funksionojnë, atëherë kjo është një kënaqësi më vete, pavarësisht se nuk e zëvendëson dot Shqipërinë. Atëherë, po të kthej edhe një herë pas, nëse do ktheheshim pas në ditën që ju e latë Shqipërinë, por me mentalitetin që keni sot, çfarë këshille do të jepnit atij personi që u nis edhe të emigrante, pra që po linte Shqipërinë drejt Kanadas? Pra duke bërë edhe një krahasim me çfarë pasigurish ke patur ose çfarë frikrash ke patur atëherë, duke mos i ditur mundësitë që t'u ofruan sot. Në këtë këndvështrim, çfarë do t'i thoshe vetes tënde të atyre viteve? Unë do doja të dija më shumë se çfarë e pret një emigrant jashtë Shqipërisë. Ç'është e drejta, Shqipëria në vitet ose ditët e sotme nuk është siç ka qenë në 2014. Domethënë gjërat kanë progresuar. Mbase jo në nivelet që të gjithë shqiptarët do donin, mirë po gjërat kanë ndryshuar, duhet jemi të sinqertë për këtë. Ndërsa për jetën në momentin që dikush lë vendin e vet dhe ardhjen këtu, do doja që të kisha më shumë informacion. Domethënë janë disa gjëra që përballesh dhe je përballë faktit kur vjen këtu, nuk të shkojnë ndërmend kur je atje. Domethënë, nëse mundet ta shtoj këtë pjesë, fillimisht arsyeja ose fokusi im kryesor ishte të bënim dokumenta. Domethënë, pajisja me dokumenta ishte ajo çka na shqetësonte ne më shumë, dhe ka pasur raste kur mblidheshim me shqiptar, diskutonim, por ishim në stade të ndryshme të jetës, për dikë ishte problem koha. Dhe unë çuditesha dhe thoja, si ka mundësi që e vrasim mendje për kohën. Ndërkohë, domethënë kam gjëra kaq të rëndësishme përpara, siç janë dokumentat, më pas ana profesionale. Dhe së fundmi, dhe për mendimin tim kjo është faza e fundit që një emigrant mund të kalojë ose kalon, është që i vë në vijë, siç themi ne, disa gjëra dhe shef që ana sociale dhe ajo copës e vendit tënd nuk është këtu. Dhe kam përshtypjen që ky është ai problemi që nuk zgjidhet me emigrantët. Si e mendoni tani pas kaq viteve identitetin shqiptar, pas kaq viteve që jeni në emigrim, e kam fjalën. Pra, kur je në Shqipëri, si e shikon identitetin shqiptar, edhe kur emigron, ka një ndryshim? E shef në një mënyrë tjetër identitetin shqiptar? Kam përshtypjen që po. Është relative në bazë të personit ose të individëve, por unë do të thoja që kur jemi në vendet tona, nuk e shohim ose nuk na mungon vendi me ato benefite të traditës, kulturës ose identitetit tonë kombëtar. Kur dalim jashtë, është ajo pika që na mungon ose na dha më tepër. Prandaj i japim rëndësi, jemi në disa raste edhe më emocional kur diskutohet për vendin. Pra, ju mendoni se varet nga individi nëse lidhja me vendlindjen tënde ose me Shqipërinë zbehet gjatë emigrimit? Varet nga individi, patjetër që po, por mendoj që në përgjithësi, domethënë shqiptarëve ju mungon më tepër vendi kur janë larg. Dhe është çështje emocionale ose mungesa që përpiqesh ta mbushësh me aktivitete, përfshirje në komunitet dhe gjëra të këtij lloji. Nga një histori personale, ju tashmë jeni bërë një histori, po them që prek jetën edhe ndikon në komunitetin shqiptar, sepse ju jeni një pjesë aktive e komunitetit shqiptar këtu në Kanada. Çfarë mund të themi për momentin e parë që ju vendosët që të shfaqeshit ose që të ofronit kontributin tuaj në ndihmë të komunitetit shqiptar? Si e kujtoni atë moment parë dhe çfarë ju bëri që ta merrni këtë vendim? Aktiviteti im komunitar ka filluar në Regina, Saskatchewan, ku ka qenë qyteti që unë dhe familja ime jemi përqendruar dhe kemi jetuar për rreth 4 vjet. Arsyeja e angazhimit ishte se në rrethin e atij qyteti ku ne jetonim, kjo pjesa ose kjo copza e grupit të shqiptarëve ishte ajo çka mua më ngronte më tepër. Domethënë isha shumë rehat ose comfort në shoqërinë e tyre, më zëvendësonte në një farë mënyre atë pjesën e adeut tonë që nuk e marrim dot me vete.
Kjo ishte arsyeja që unë u përfshiva, më pas mundësia që t'jep Kanadaj, ose mundësia që u jep Kanadaj, më saktë, komuniteteve me baza etnike të huaja, për të zhvilluar atë grup të diasporës, ose për të ruajtur traditat, kulturën, për të integruar individët e komunitetit në, themi, zyrat ose institucionet ku merren vendimet, këtu është më e thjeshtë dhe kjo në një farë mënyrë ka qenë dhe motiv që të angazhohemi më tepër duke parë se ne në qoftë se punojmë mund të kemi dhe rezultate. Cili është një nga aktivitetet që ju bën më krenar gjatë këtij kontributi që keni dhënë në komunitet, ose që e shihni si një arritje tuaje? Është e vështirë për t'i ndarë. Për mua kanë rëndësi të veçantë disa prej tyre, për të qenë sinqert, por ka pasur momente që do të veçoja këtu. Një prej tyre është shpallja e muajit nëntor në 2019 si muaj trashëgimisë kulturore në Parlamentin e Saskatchewan, një propozim i Ministrit të Kulturës të provincës me aprovim nga Parlamenti, dhe në Waterloo, domethënë drejtimin e shoqatës Waterloo, ka qenë vitin që shkoi një eveniment shumë i thjeshtë, që na mori shumë pak kohë, mirë po la mbresa goxha të mëdha në komunitetin kanadez dhe shqiptar në të njëjtën kohë. Ne menduam që për ditën e falënderimeve të vishnim bluzat e fushatës tonë, që titullohet I'm Albanian and I feel home, thank you, për t'ju treguar me anë të bluzës, pa që nevoja të ndalojmë njëri në rrugë, t'i marrim kohë dhe të përpiqemi t'i shpjegojmë kush jemi dhe pse po e bëjmë këtë aktivitet. Domethënë, bluza është një zgjidhje vizuale në gjykimin tim e shpejt dhe e zgjuar deri diku, dhe kemi shkuar, kemi dhuruar lule për shërbimin spitalor në Kitchener, shërbimin zjarfikës dhe shërbimin e policisë. Domethënë, këto tre profesione që ne na nevojiten dhe i duam me patjetër nëse kemi nevojë, mirë po rrallë herë na shkon mendja për të thënë faleminderit në rast se nuk ja u kemi nevojë, dhe kjo ka bërë goxha buj. Domethënë, këto do ishin dy momentet që unë do veçoja. Si e shikoni bashkëpunimin e shqiptarëve të diasporës? Jemi ne të gjithë të bashkuar apo vazhdojmë akoma jemi me ishuj për sa i përket shqiptarëve këtu në Kanada, po them? Unë do të thoja që si përfundim, do të thoja që jemi të bashkuar. Patjetër që kemi sfida, kemi arsye që na bëjnë të mendojmë ndryshe, të veprojmë ndryshe, ose ndonjëherë edhe në debat me njëri tjetrin. Mirë po, në përgjithësi do mendoja që jemi bashkë, dim të jemi bashkë. A ka mundësi që të bashkëpunojmë më tepër? Patjetër që po për arsye të ndryshme kemi grupime, të themi, të ndryshme. Edhe këtu do të veçoja, ne vim nga një vend që kombësia jonë është shqiptare, mirë po ne jemi në 4 ose 5 shtete të ndryshme të ndarë sot. Historia e ndarjes ka bërë të vetën kur themi ne shqiptare. Domethënë, neve kemi modelin arbëresh që ka rezistuar me traditë, kulturë dhe gjuhë prej mbi 500 vjetësh, po neve kemi dhe shqiptarët rreth rrotullnesh që politikisht janë në shtete të tjera prej më tepër se 100 vjetësh. Kjo në një farë mënyre është dallim prej nesh, pa marrë parasysh që janë në anën tjetër të kufirit apo këtej, bile edhe midis nesh ne kemi dallime, nëse konsiderojmë një shqiptar nga Pogradeci me një shqiptar, do të marr një shembull nga Hasi, kam pasur një shok shumë mirë nga Hasi, domethënë ka dallime të mëdha. Dallim tjetër do të ishte dallimi fetar, pavarësisht se ne kemi dhe jemi shembull për bashkëjetesën fetare, mirë po janë disa dallime që këtu mbase na bëjnë të jemi pjesë e grupeve të ndryshme. Duke ju referuar edhe distancave të largëta që ka vetë Kanadaja si karakteristikë të saj, a mendon se rrjetet sociale ndikojnë në afrimin, po them, të gjitha komuniteteve shqiptare, a na ndërlidhin ne këto rrjetet sociale dhe a i shfrytëzojmë siç duhet? Rrjetet sociale në gjykimin tim na afrojnë, domethënë benefiti është se ne mund të ndajmë një lajm ose mund të jemi në kohë reale të marrim informacion se ç'po ndodh me shqiptarët në cepa të ndryshëm Kanadas, mirë po është edhe rreziku tjetër që mund të krijojnë dhe keqkuptime. Mënyra e të shprehurit, domethënë biseda kur je fizikisht pranë personit heq në shumicën e rasteve këtë hapësirën që mund të lërë për keqkuptime, ndërsa komunikimi në rrjetet sociale, komente do të thoja në disa raste lën edhe shkas për
Pra në një farë mënyre, sikur na largojnë pak na si komunitet. Jo, na afrojnë dhe na largojnë në të njëjtën kohë, por do thoja që varet nga ne se tek cila do fokusohesh. Dhe ju pas gjithë kësaj përfshirje në komunitetin shqiptar, keni aspiratën e përfshirjes në politikë. Cili ishte momenti i parë që ju vendosët të merreshit me politikë ose të përfshiheni në politikë? Ne prej pothuajse një viti kemi filluar një iniciativë, ACPAC, Albanian Canadian Political Action Committee. Nevoja e krijimit të ACPAC-ut erdhi si nevojë e komunitetit shqiptar pas integrimit dhe pas kalimit të sfidave fillestare. Ne tashmë mund të themi me plot gojë se jemi të integruar. I bindur them se jemi vlerë e shtuar për Kanadan, ose të themi kanadezët që na rrethojnë dhe grupimet e tjera etnike që na rrethojnë. Do doja të përmendja këtu se arsimi tek familjet shqiptare është në nivel shumë të lartë dhe në të njëjtën kohë kriminaliteti tek shqiptarët e Kanadas është shumë i ulët në raport me nivelin kriminal për 1.000 banor ose për 10.000 banor mesataren kanadeze. Do me thënë, ne jemi tashmë të integruar, profesionist, biznesmen, njerëz aktiv në komunitet dhe po na mungon në një farë mënyre përfaqësimi në institucione të vendimarrjes politike, njerëz që zgjidhen me votë, themi, ose emërohen, pse mos kishim edhe ne shqiptarët tanë aty. Kjo ishte arsyeja që na shtyu dhe jemi një grup prej 5 vetësh që kemi themeluar bashkëthemeltar të ACPAC-ut, të zgjedhur me kujdes dhe përfaqësues nga të gjitha trevat shqiptare. Do të thënë, kushti jon është që të ketë gjithë përfshirje. Ne kemi individ nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, jemi në kërkim dhe në tratativa për të pasur edhe shqiptar nga Malizi. Pra, ta theksojmë edhe një herë, dëshira për të përfshirë në politikë është për të ndihmuar komunitetin apo që të ndikoni në vendimarrje që në një farë mënyrë po përsëri do të ndihmojnë komunitetin. Si e shikoni? Pra, është edhe deri ku mund të shkojë? Pra, është thjesht dëshirë që ne po ndihmojmë sepse jemi një zë pak më shumë apo për të përfshirë pastaj në politikë direkte, të shkoni deri në zgjedhje, në parlament e kështu me radhë? Për momentin, ne bashkëthemeluesit e ACPAC-ut nuk kemi aspirata ose qëllime për të angazhuar personalisht në politikë dhe kjo e bën akoma më të drejtë kauzën, themi, tonë, pasi nuk është nismë që ka filluar për interesin personal. Ne mendojmë me bindje që kemi mjaftueshëm individ të kualifikuar për të qenë të zgjedhur në parlament apo në zyrat bashkiake apo në parlamentin e provincës. Kështu që për momentin ne nuk kemi aspirata personale dhe kjo e bën dhe më të drejtë të themi konkurrencën midis nesh për të pasur një njerëz që komuniteti do të jetë krenar, që u zgjodh një individ ose disa individ të caktuar për të na përfaqësuar, por nga ana tjetër dhe për të qenë të qetë me përgjegjësinë që kemi se cilët do të jenë individët që ne do të nxjerrim para vendasve për të thënë se këta janë më të mirët. Nëse do të kishit mundësi që të ndryshonit diçka në mënyrën se si shteti shqiptar e shikon diasporën, cila do të ishte kjo? Unë mendoj që për vitet e fundit mënyra se si shteti jon të paktën e shikon diasporën ka ndryshuar. Diaspora po merr gjithmonë më tepër vëmendje, mbase jo saq do e meritonte. Unë mendoj që bashkëpunimi midis vendeve tona dhe diasporës duhet jetë akoma më i madh. Ne kemi dhe doja të përfitoj nga rasti për të përmendur, kemi një unifikim të librave që përdor diaspora, unifikimi midis Republikës Shqipërisë dhe Republikës Kosovës dhe për momentin ka mbetur aty. Diaspora ka nevojë dhe do që kjo nismë dhe ky shembull i suksesshëm të vazhdojë akoma më tepër. Do doja të përmendja këtu një kërkesë për unifikimin e librave të historisë. Do me thënë, bas 100 ose 200 vjetësh, ne nuk do jemi këtu për t'ja u shpjeguar nëpër vendembesave tona lidhjen tonë me shqiptarët e Maqedonisë, Malizia apo të Kosovës. Kështu që unifikimi i librave të historisë do ishte për mua për momentin ndër eventet më të rëndësishme që ndërhyrja e shtetit shqiptar ose dhe shtetit Kosovës do e ndihmonte diasporën në terma afatgjatë. A mendoni se politika shqiptare është e gatshme që ta dëgjojë zërin e diasporës, pra edhe t'i përgjigjet se thjesht ta dëgjojë jo? Pra, kemi ne kapacitet si politik në Shqipëri?
Si shikoni se është opinion personal? Besoj është çështje e të dyja palëve, do të thoja. E vëmendjes që shteti jon mundet t'i jap diasporës, por nga ana tjetër do të thoja edhe mënyrat që ne si diasporë zgjedhim për të tërhequr vëmendjen. Domethënë, ecuria duhet të jetë e përbashkët. Përgjegjësia morale është e shtetit ton, do të thoja, më shumë se sa e diasporës, në qoftë se do kujtonim ose do sillim shembuj të disa kombeve të tjera në mënyrën se si e trajton diasporën, neve kemi akoma shembuj për të marrë dhe për t'i përcjellë dhe për t'i bërë pjesë të raporteve se si shteti jon i organizon marrëdhëniet me diasporën. Patjetër që ka akoma mundësi për përmirësim. Besoj që ka progres, edhe një herë, jo aq sa që do donim ne, pa dashur të marr si shembull parti politike në Shqipëri. Shteti dhe qeveria për shqiptarët e diasporës është me rëndësi, pavarësisht cila parti politike e merr, ne e shohim, domethënë vendimet që mund të vinë ose përfshirja e diasporës në jetën aktive politike në Shqipëri e shohim si përgjegjësi të madhe, pavarësisht se cilat mund të jenë partitë politike. Edhe një përkufizim për Shqipërinë sot, çfarë mund të thuash nga syri i një emigranti tashmë? Neve, familja ime më saktë, 5 vitet e fundit kemi shkuar çdo vit në Shqipëri dhe është interesant fakti se çdo vit më tepër ajo ideja, mendimi ose afrimiteti dhe dyzimi, do thoja, në qoftë se kemi bërë mirë që erdhëm apo s'kemi bërë mirë, është gjithmonë e mi madh. Domethënë sa më shumë vite kalojnë, aq më shumë e ndjejmë veten afër vendit tonë. Të falenderoj shumë sepse historia jote ishte një histori që na tregoi që emigrimi nuk është largim, por shumë herë është thjesht një vazhdim. Të falenderoj që ishe pjesë e emisionit tonë dhe ishte kënaqësi që ndave me ne të gjithë rrugtimin tënd personal dhe profesional për studion e Alp TV Kanada. Faleminderit dhe juve dhe suksese.